vetë e ti ky, si që ka përmban, djetari ka përmban 3 gjëra më rëndësishme. E para është, do në që ti me veprimin tënd të synosh adhurimin. E dyta, pasi që kena vendos me kon adhurim, do të me kon për Allahun azza wa jall. Pasi ke vendos me kon për Allahun, me kon adhurim që pret shpërblim, do të me kon për Allahun te barekuta. Dhe njeti i tretë apo pjesa e tretë e këtij njeti duhet të jetë po e bëj për t'u nënshtruar Allahut xhallahu ala. Po e bëj për Allahun dhe po e bëj për t'u nënshtruar, për t'u bindur Allahut azza wa jall. Pse pa fal namazin? Don përgjigjja në pyetjen për kë po e bën namazin është Allahu. E pyetja e dytë është pse po e bën namazin? Pse Allah e ka obliguar, unë po duam me zbatu obligimin. A dalloj mes veti? Dallojnë. Andaj njeti ka këto 3 kombinime apo. I ka këto 3 komponente. Domthon e ka adhurimin, e ka për Allahun, edhe ka për t'u nënshtruar Allahut te barekuta. Çdo 3 kush i plotson e ka kompletuar jetën atë.